gati i Ballkanit, jo thjesht si faktori i stabilitetit siç është konsideruar deri më sot. A kim nesh do thonë. Do të thënë, qeveria është tronditur më shumë se çdo gjë nga shkrimi që u botua në Fox News me autor. Do të ndalem aty sot ta pyes gjëre gjatë neshën, po e ka më shumë të vëmendja amerikane dhe vëmendja vjen nga mediat amerikane. Pra, në qoftë se në mediat amerikane nuk do ketë hapësira për çfarë ndodh në Shqipëri, do jetë vështirë që administrata ta kthej kokën. Dhe kështu që ngjarja më e rëndësishme, sidomos për Edi Ramën dhe mediat e tij, ishte publikimi i Fox News-it. Dhe sigurisht deklaratat e Trumpit pastaj që Ballkanin Perëndimor që do rikthehet për të ribërë një marrëveshje. Dhe kjo rifreskimi i atij dekretit presidencial për korrupsionin dhe për minimin e demokracisë, mendoj që paralajmërojnë një fushat tjetër të Trumpit në Ballkan. Një fushat të tipit Trump, jo të tipit Biden. Pra një fushat e vendosur dhe me vendimarrje përfundimtare. Jo me lënien e gjërave në diskutim dhe për diskutim, që pastaj mos kenë kur fund. Kështu që do ishte shumë e mirë pritur sikur Shtetet e Bashkuara vërtet të kthejnë vëmendjen, ashtu siç ka paralajmëruar presidenti, shpejt, në këtë kohë që kur luftrat janë duke tërhequr vëmendjen e SBA-s në gjithë botën. Kjo tregon që administrata Trump nuk e ka kaq pasdore Shqipërinë, sa që mendojmë ne, duke pas parasysh vatrat e luftës dhe ndryshimin e raporteve gjeopolitike në gjithë dhe ekuilibrin e forcës. Dhe ky është një lajm shumë i mirë. Absolutisht shumë i mirë. Urojmë që në linjën që ka pasur administrata e parë Trump të jetë përsëri ndërhyrja në Ballkan. Dhe me sa duket, edhe nga marrëveshja që Kosova bëri me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për pranimin e të dënuarve. Dhe me reagimet e Vučićit, i cili ndihet shumë i zgënjur nga administrata Trump dhe deklaroi që NATO ka rrethuar Serbinë dhe ne do reagojmë, pra ndihet i zgënjur nga NATO, nga qendrimi i NATO-s. Besoj që ndryrja të jetë në favorin e shqiptarëve dhe të vënë në vend atë që prej kohësh po zvarritet që nga 2008 kur Kosova shpalli pavarësinë. Në fakt, Romiri, gjatë takimeve, vijojnë takime